Përshëndetje, sot kemi dalë në qytetin e Tiranës për të folur për një temë që gjithashtu më vonë, pensione. A ja dalin qytetarët dhe sa e njohin si Gali Unica Invest. Do të shpjegojmë sot së bashku. Ke menduar ndonjëherë për pensionin privat? Po, kam menduar për pensionin privat, pasi edhe pensioni shtetëror nuk është i mjaftueshëm. Pensioni privat ofron një mundësi domethënë më të mirë për të siguruar para për një të ardhme që nuk e dim si mund të ndodhë, domethënë e paparashikueshme. Pavarësisht domethënë profesionit, pavarësisht të ardhurave, besoj se është një zgjidhje e mirë për të ardhmen. A të del pensioni aktual? Mos, pension, pagova drita s'ka ja. Ja ku e ka. Urla, shife. Kaq kam. Sa i keni pensionin? Une e kam 180.000 lekë. Me çfarë shpenzoni? 104.000 bën drita ujë. Internet që do të thuash ti pse mbaj internet, po kam gocën në Amerikë, me që do të gjojë dhe unë. Tani palestën po e bëja. Për të ardhmen tënde ke menduar ndonjëherë? Se kam menduar. Po për Sigalin ke dëgjuar ndonjëherë për pensionin privat Sigal? Po, kam dëgjuar dhe të them të drejtën, nuk jam ndeshur në probleme të njerëzve të mi, ose probleme personale me Sigalin, se nuk kam pasur probleme të tilla. Por unë e falenderoj Sigalin për ato që kam dëgjuar në televizor, që ka dëmë shpërbyer me njëherë ata që kanë mësuar fatkeqësi nga natyra, ose dëmtime nga zjarret. A të del pensioni aktual që ju merrni? Duhet me e përdor me kujdes. Çfarë mesazhi jepni të rinjve për këtë temë? Në qoftë se i kanë mundësinë të investojnë, që ta kenë më të lehtë moshën e pleqërisë. Nësisht, mos të kenë shpresat vetëm të pensioni shtetëror, po të kenë të pensioni privat, si që është Sigali. Shumë qytetarë që pyetëm sot, disa mendonin për të ardhmen e tyre dhe disa të tjerë jo. Por një gjë është e sigurt që pensioni shtetëror nuk është i mjaftueshëm.